Lideri i Aleancës për shqiptarët Zjedin Sela në konferencë për media ka deklaruar se në bazë të burimeve të besueshme, flasin që qeveria ndërmjet kushtëzimit financiar ndaj kompanisë Bechtel-Enka mundohet që të devijojë dhe të ndalojë punimet që kanë të bëjnë me korridorin 8. Në para do ditëve që Bechtel-Enka ka qenë e detyruar që t'i lshoj nga puna diku rreth 50 punëtor për shkak se qeveria nuk po i plotson obligimet financiare që ka ndaj kësaj kompanie në drejtim të realizimit të punimeve për korridorin 8. Burimet të sigurta nga brenda qeverisë për ne flasin që qeveria nëpërmjet këtij kurzimi financiar mundohet që të devijoj dhe të ndaloj punimet që kanë të bëjnë me korridorin 8 dhe në këtë formë të përjashtoj, siç ka bërë çdo herë në këto 20 vite që ka ndodhur, të përjashtoj nga këto projekte infrastrukturore të gjithë Pollogun, të përjashtoj lidhjen e Tetovës, e Kostivarit, e Kërçovës dhe Strugës. Ashtu si me rastin e ndërtimit të autostradës Kërçov-Ohër, kur u devijua segmenti i korridorit 8, në po të njëjtën mënyrë, tani më informacionet tona flasin që qeveria mundohet që të ndalë punimet që kanë nisur rreth korridorit 8 dhe punimet të vazhdojnë në drejtim të ndërtimit të segmentit Ohër-Manastir, Manastir-Prilep, në mënyrë që direkt të bëhet lidhje përsëri me korridorin 10D. Dhe ku flasim për këtë korridor, qartazi shihen tendencët për të anashkaluar dhe për ta lënë pa ndërtuar korridorin 8 dhe me këtë edhe në një farforme të jetësora dhe t'i hapet rrugë akoma më tepër edhe në aspektin e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave botës sërbe dhe nëpërmjet kësaj qasjes direkte të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Duke ditur që korridori 8 përveç tjerave, përveç dimensionit të zhvillimit ekonomik, ka dimensionin edhe gjeostrategjik dhe gjeopolitik për shkak të bashkimit të detit mesdhet, të detit të zi në detin Adriatik, ne shfrytëzojmë rastin që t'ju bëjmë apel edhe ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, diplomatëve tjerë, ambasadave tjera të Bashkimit Evropian këtu në Maqedoninë e Veriut, që të ngrejnë alarmin dhe të shohin se në ç'drejtim dhe çfarë bëhet në lidhje me korridorin 8.